Sa e pa ja? Hajde, jena gjithë. Okej. Atëherë unë jam Edi, veterineri, edhe Edi, veterineri. Do jem këtu sa herë që të më kërkoni juve, edhe ju uroj të gjithëve fitore. Faleminderit. Tashi, po. Po, pak zërin që Pa më. Shikoj, nga që aty mërna shumë ambient i vogël, që mos të him tonë mërna. Mundesh me na shpjegu pak a shumë kështu në teori se si funksionon pjesa atë. na jashtë dhe shohim zotrinë. Po, unë do futem me fol, na e kishe shpjegu, po s'pa e le kush me fol. Atëherë, unë do futem brenda, ka hapësirë edhe te dritari edhe te dera duket gjithë. Unë me visin po futem se visi është më. Hajde visi. Atëherë me qenë se edhe emrin ja keni vendos vetë, kjo ka dy gjëra elementare. Hera e parë është pastërtia, ambienti të jetë sa më i pastër, edhe hera e dytë ushqyerja, se kafsha po pati pastërtinë dhe ushqyerjen, gjërat tjera pastaj rregullohen. E para e dyta, për herë se që do vite lopa do i flasësh, asnjëherë se mund të jetë duke fjetër dhe në momentin që ti e shikon me të vërtet me sy hapur, por ajo mund të jetë në agonit vetë duke fjetë, sepse edhe lodhje, lindja, viçi, apo laktacioni që ka prodhimin, domethënë do i përpunoj të gjitha në organizmit vet që të arrijnë atë fazën që duam neve. Po, në momentin që hyn dera i flet. Po që të dëgjoj, sepse ka shumë raste që mund ta gjesh për gjumë. Bravo. Edhe kur futesh më një herë, ajo trembet. Prandaj duhet të flasësh sa të futesh. E para, e dyta, pastaj pastërtia. Pastërtia duhet çdo herë të jetë nga më të parat, sepse nëse ambienti nuk është i pastër, rritet rreziku për problemet bakteriale. A është i pastër tani? Është shumë i pastër. Kafshë është shumë i ushqyerja dhe trajtimi. Zakonisht bari kur bie këtu, siç e kemi ujin këtu, ku kjo do pi, ja nuk është se ka një problem, por ka edhe mbetje edhe tjera që nuk është e këshillueshme sepse lopa nuk ka qejf ta pikë kështu me këto brenda. Domethënë duhet pastruar her pas here. Është proces i vogël kjo. Tash. Te viçi, ai do të pini një rregull sepse shumë shpejt do fillojmë ta lidhim që mos rri vetëm duke pirë ke lopa. Sepse edhe ati nuk i bën mirë, se mund pi mbi 10 litra, mbi 5 se kontrollon dhe mund fillojnë problemet e diares e tjera nga qumshi që ushqehet. Normalisht kjo sot është domethënë dita 3 apo e 4 e lindjes, që kjo e ka kthyer në qumësh, nuk ka më kolostrumin. Po. Edhe e ka kthyer në qumësh edhe do filloni ta mielni rregullisht. Sa herë që do mielet lopa, aq herë do të çohet dhe viçi, sepse viçi do rri lidhur atje. Masi e kemi miel. Bravo. Atëherë, normalisht e zem do të merren këto dy gjërat këtu. Hajde goca. Hajde. Do merren këto dy gjërat. Kurse krahun tjetër e pi viçi. 2. Sepse nëse ja marrim gjithë si lejmë asgjë aty. Ai po. Dy pyetje. Sa herë duhet ndruar uji? Tashi sa më shpesh më mirë, por e rëndësishme është mos ndotët. Po së ndot, Okej. është mirë 2 herë, 3 herë. Me bën që të që mos ka një papastërtime i tel. Ajo aty desha dal bari gjatë prerjes me mjete bujqësore mund të mbledhi rripa, tela, metale, gjëra edhe lopa, kur i mbledh, nuk e kontrollon dot. Bravo, sepse ajo do të e ka përdin siç e merr. Duhet kontrollu bari që Bravo, duhet kontrollu. Do me sa herë që ta hedhni barin, duhet ta kontrolloni me dorë kur që ajo ta marr. Mos ke. Sa herë mund ta mielim lopën? Sa herë? Lopa do mielet 3 herë në ditë. 3 herë në ditë. 3 herë. Mëngjes, në drekë edhe në darkë. Sa shumë duhet të jetë gjysmë plot ato kova që kemi, sa mund të jetë sasia apo? Varet nga prodhimi i kësaj. Okej. Ajo sa të ketë doja marrësh. Është ti atë që ka doja marrësh. Pyetje, pasi ta marrim, çfarë do na bëjmë? Qumshi do ta zgjidhë ta trajtoni vetë aty. Okej. Është proces. si dallohet Vetëm me verë, çamina e krijon një fluks. Pyetje tjetër. Lopa është aty për pak pis. Po, normalisht Të krifet lajët që tjetë edhe jo e pastër. atëherë, për lopën do sjellim një kryer të vogël, është pa problem. Edhe krifet është apostofat për lopët. E para, e dyta, sa herë që lopa bëhet pis, ajo duhet pastruar. Prandaj lidhet këtu, edhe jashtë qitit janë atje.
kurse viçit se lidhin dot atje, sepse është pjesa ku veni bëhet pis, e lidhin diku këtu ose këtu. Se nuk kanë me dalë me hangër bar jashtë, domethënë. Se morën deshëm me nxjerr jashtë me hangër bar një nuk Atëherë, don. ajo e ka ndruar vendin e vet, nuk është në shtëpi vet, është shtëpi të re. Po. Edhe i manifeston këtë gjë nga stresi, nga Po nuk ka se nuk e don barin e njom, ne mund t'ja marrim t'ja hellim aty. Absolutisht, mund e marrësh atje më sjellësh këtu, okay, s'ka si problem okay. fare. Kjo quhet cimental. Bullgar. Po. Po. Si dallohet që ke kryer punë me mielin, se ti the do të thënë, si dallohet ajo sisa, është e frymë, skuqme? Nuk ka më qumësht. Në momentin që ti e ke marrë komplet, ajo i ka bosh gjirat këtu, ja. Hajde goca, ja. I ka bosh. Pra duhet me ashtrys derisa të Po, gjerë qumë. që mos Kur nuk ketë. gjerë Vetëm mos e ke frikë, sepse shiko si reago. Proceset janë ndryshme, reagon nga frika, reagon që mos të lejoj ty ta miele sepse do për viçin. Ka disa arsye derisa ta ambientohet me juve. Por në çdo rast, Edhe me ujë nuk lahet lopa. Mi hedh ujë. jo, aktualisht është ftohtë. E pra. Por po t'jetë vap, është mirë ta lash. Po tash është ftohtë, kurse me ujë mund i lash vetëm gjërat e mieljes. Sa ujë son se isha në gjëna me la. S'ka gjë. Në qoftë se tregohet agresive, këto është ky mjeti, edhe vendoset. Hajde goca. Këtu? Çka, s'ka gjë, është foni që lëviz, nuk ka problem. Me ato do flasim gjatë. Okej, pa merë. Edhe ky mjeti, ky mjeti vendoset këtu edhe këtu lart. Edhe në momentin që ky vendoset këtu, lopa nuk ka mundësi që të sulmoj. Kjo nuk e ka të nevojshme, sepse nuk është agresive. Por në qoftë se tregon agresivitet, përdoret edhe kjo. Që edukohet, po, vetëm në procesin e mieljes. Si fermer, ndërkohë që mielim lopën, do t'ulemi anash, do t'ulemi në stol. Atëherë, po, anash është më e mira. Anash është më e mira. Po, anash është më e mira sepse e ke hapësirën e mjaftueshme për ta miel. Vetëm që do të rish edhe pak në kujdes, sepse thash, ajo mbron veten, mbron fëmijën e tjerë. Domethënë, thjesht kujdes i vogël, nuk ka një filozofi të madhe fare. Ullësh s'ka si problem. Zakonisht mjesët venat e stolin edhe po, edhe me stol. po. Viçi ka nevojë për një shërbim ekstra, Atëherë, aktualisht s'ka nevojë fare. nevojë me prek vendor. Nuk ka nevojë fare. Ai vetëm thjesht do të pi 2 gjirat e veta. Aq, edhe sa herë që 3 herë në ditë domethënë që është i lidhur atje, do vi gjënona të pi gjirat e veta, merret prapë çohet atje. Do i bëjmë atë qaforen që të lidhë. Ky nuk del. Mund ta marrin. Jo, mirë nuk është, sepse ai natyrën se njeh edhe mund t'ju krijojë juve një diçka të padyshme. Do filloj dala javash avash për Po, nga muaj tjetër. do një muj. Po. Është mirë që të rri një muaj, domethënë, nuk ka problem, por problemi është që në momentin që i del pas lopës, do ju japi siklet sepse i do vrapoj, do bëj ato lëvizjet, rritet e veta. Gjithsesi, e do një muj të forcohet. Po, forcohet. Po, sepse ai mund nga pakujdesia e tij që s'di mund të vritet.